Tash është koha për bisedën e tretë dhe të fundit në studio. E kam paralajmëruar prej fillimit të emisionit që do të kemi edhe sot një debat për Big Brother VIP Kosova, që është finalja e madhe e këtij edicioni, i mbushur me shumë drama, me shumë diskutime, me shumë polemika, pa kënaqësi të shbanorëve, pa kënaqësi të publikut, ndoshta për të preferuarit e tyre, por që sot kemi 5 finaliste e cila pretendon ta merë çmimin e madh. Se kush e rrëmben atë, do diskutojmë bashkë me panelin në studio, që është Besa Qereti, gazetare. Faleminderit që i sot vini. Faleminderit për ftesën. Ardita Lala, si gjithmonë, aktore dhe një personazh shumë i dashur për publikun. Faleminderit për juve. Edhe në lidhje direkte do ta kemi Labinot Nimanin, gazetar, i cili edhe gjatë natës së mbrëmshme shpreh opinionet e tij në emisionin Zanat për Big Brother, por që do ta kemi edhe sot në emision të mëngjesit për të folur më shumë rreth kësaj. Lat, me qenë se je në lidhje direkte, po e nisi me ty, se e ke pa 500 finaliste, kush e ka meritu, kush se ka meritu finalen, edhe çush po e sheh natën e sotshme? Mas pari përshëndetje për ju atë në studio, edhe të po shkëlqen në rolin e gazetarit atë, prezentuesit. Për këtë finale së madhe që pritet të ndodhë sonte, mendoj që nuk ka pas ndonjëherë finalist më të dobët në finale të një Big Brotheri se si vjet. Nuk e di, për pas Ludos ato që ka bë lojë, këta të tjerë thjesht besoj janë të surprizuar pse janë aty. Normalisht kisha pasur shumë që sonte me triumfu lëndrimi. Jo se ka qenë shumë lojtar, sepse në fakt nëse nisemi edhe bëjmë një analizë të rrugtimit të Big Brother, ai ka nisur shumë vonë që të kyçet dhe të bëhet pjesë e trajmeve. Labi, Besa ka një pyetje për ty, Labi. Lutem. Po? Përshëndetje, Labi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Edhe ti po duke shumë bukur, i freskët, në ambient shtëpisë, domethënë komoditetin e ki rahat me fol për ty, për Bigun, po çfarë loje ka boll Ludo me diplomacinë na ja? Kuptimin që kanë nxjerrë atje për shumë debate dhe ka qenë më i përfshirë në situata. Ka qenë arsyeja pse ka dalë ndoshta edhe Labi dhe ka qenë disa banor prej vetës, në krahasim me për shembull Hygertën që ka shkuar në finale, zoti e din se çysh. Ose në krahasim me Erionën e cila ka siguruar finalen me një histori dhe me një flirtim as pak fluid, të themi që as vetë ajo nuk e din se si ka shtin një 10 prajme, ka qenë krye personazhi prajmet me histori me Klodin, ndërkohë që gjithçka ka qenë pikpyetje dhe nuk po dhe si ato gratë e këqija, kur u përlajke dikush, ai mrapa ju shkoj kishte ki herë për njërin, herë për tjetrin. M'fala, mendoj që e ka bo me diplomaci, se ai ka hyrë me informacione dhe ka ditë sakt të kush me u kyç edhe të kush mos me u kyç me kriju debate. Një person që hin në mes të lojës, pas një muaji, normal që din me kriju edhe polemika edhe dinamika edhe gjithçka situatë. Ai ka qenë njëri shumë i përgatitur edhe sikur është i porositur ku ka hyrë. Ai do të thonë e ka ditë sakt në fillim me një plan programe dhe me një menaxhim që është e bo vetës, ndërsa këta krejon vetvetja. Këta që kanë shku fitore e kanë merituar. Por në rregull është e drejtë e ti me pas menaxhin vetvetes edhe strategjia e lojës gjithmonë vlerësohet, nuk mund të them pse Ludo ka qenë më shumë lojtar se këta, sepse realisht edhe ti vetë pranon që ka qenë. Po. Lojtar për me shti njëri tjetrin. Edhe këta tjetë kishin hisë këtë që ato janë të garu për një shpem, nuk janë shku për me hajde për me tregu kush është më i mirë ose një më i mirë. Po jena lodhë mëre për njerëz e falsë? Jena lodhë për njerëz e falsë, po këna nevojë për realitet. Pra, original. Labi me sa po mëj me kuptu edhe nga panelistët, po pretendojnë që Ludo ka bën një lojë falsë. I mendimit të tillë, apo mendon që Ludo ka pas një strategji të tillë të lojës? Ka pas nuanca të pasivitetit në lojën e tij, megjithatë kjo është shumë e drejtë dhe praktikojnë plot lojtarë gjatë lojës, sidomos lojtarët që kyçen më vonë në lojë. Ludo ka ditë të gjendet shumë mirë në lojë dhe prandaj edhe është në finale, sepse ai nuk, do të thonë është goxha një minus i madh ose disfavor nëse ti futesh në atë pikë të lojës. Megjithatë ai e kapi edhe besoj që ka ditë shumë mirë me lujtë dhe ka ndikuar që me dalë jashtë shtëpisë disa personazhe. Sepse ka qenë goxha në rolin e nxitësit. Labi, po shndrojmë edhe pak të më herët po thoja që do doja shumë të fitonte lundrimin për shkak të pikërisht siç thanë edhe ato që jemi lutur për këtyre njerëzve,
Sepse kishte me qenë një shembull tjetër, një personi pozitiv që në shtëpi ka jep shumë energji. Energji pozitive. Edhe publiku e ka përgjaku me të madhe, si në Kosovë plus ka bë buje dhe A mendon që, pse pikërisht kjo ishte pyetja që doja ta parashtroj, a mendon që ndoshta edhe kjo fama ndërkombëtare që ka arrit ndoshta edhe për te kufive evropian drejt Brazilit edhe tashmë së fundmi edhe në Turqi me follow të aktores turke, mendon që ka ndryshuar ndoshta pak pikpamjen e publikut shqiptar për t'ia dhënë finalen ose fitoren lëndrimit? Nuk e di për shkak që lëndrimi ka qenë gjithmonë në preferencat dhe nuk është diçka e re, ka fitu zemrën e publikut, megjithatë nëse nisemi për shembull nëse vetëm dikush nga ata merr iniciativë për me përkra njërin ose tjetrin, sepse edhe Ludo ka shumë mish në arenën ndërkombëtare. Unë besoj që veç një të tipit të tillë siç ishte Anita për shembull që kishte bërë like lëndrimit ose siç kanë qenë personazhet që kemi parë në fotografi me Dudën. Nëse veç një prej tyre do të suportonte, besoj që do ta qartësonte trajektorin e fitores. Megjithatë që kam mbetet pyetje, Big Brother din me surprizu. Gjithmonë ka ditë me sjell surpriza edhe në natën finale të tij, qëndron Elin Labi dhe ndjehu i vështirë për me u inkuadru në debat kurdo që e shet nevojshme. Besa e pam prom edhe darkën e finalistëve që ke kogja me debate të ashpra, po ju drejtojmë kështu të dyjave. Si e shihni peshtën finale? Kush mendoni se do të jetë ndoshta fituesi i këtij edicioni? Shef paka shumë e kanë meritu, ka qenë domethënë një koordinim i mirë i peshës, se prej mashkujve tjerë nuk e kom po. Se kanë meritu? Jo, kanë meritu, pse kush tjetër e ka meritu. është shumë problem kanë me pse kush tjetër e ka meritu. Ndoshta e kom pas edhe pak një pëlqim për Benitën, po Benita ka pas atë ngecjen shumë fillim që e ka humbë vetën kogja që aty edhe gjithmonë këshyret aje bazamenti, që fse tim fillim i hen në qef njerëzve ty s'ka kush që të largon mua dhe një të keqe me bu. Ajo startin e ka pas dopt, dhe më thonë e ka alzoj një verzion tjetër të personalitetit edhe mandej ndryshoj edhe mandej shkoj me pëlqime, adin u këshur ke mu kapë më loj veç me pëlqime. Ndërsa Ludo, thash, ka hi me shumë strategji, me loj, ka dit kur me ingacmu, kur me afru. Abdin që ta e ka dit me bosi si loj, po halal i qoft, ama për që e meriton për me qenë fitus finale, jo, nuk e menoj se edhe aj e ka nëzoni një pozicion, gjithmonë e kom po edhe ato debatet kur i ka kriju, nuk është që e ka ngrit vetën një farforme. Debate, aj gjithmonë ka qenë për debate, ndërsa loj, shumë i qetë ka qenë, shumë do më thonë veç e ka nëzoni një pozicion, gjithmonë të aj kultu ku që shkëshin ati po me vetë besim, edhe gili me mohabetet kota aty shti thirë sa të bashkë. Më mbeti në kokë një koment i Joti Ardita që e the pak më herët që është shumë vështirë se ta dimë, se ta shohim se kush e fiton për shkak të finalistëve që janë. Konkurenca është e fortë edhe unë mendoj që më të mirë janë finale, se mos kishin qenë, s'ishin shku deri aty. Po për me fitu, pa tjetër që mendoj që lëndrimit ka bo shumë për këtë format, është shumë djali zgjut edhe është shumë cool, është te për i lirë, apo pa komplekse. E neve për na duon do njerës cilë t'janë pa komplekse, drejt për drejt, që t'japin energji pozitive, se me të vërtet jena një ku po jetojmë rreth njerëzve, shumica njerëzve me energji negative, edhe te për po ndikon. Edhe pse pra më darë kam pas disa inate, dhe më thonë në fund darkës, u po që i patën disa, adin që për shamu lëndrimi, u shpretha kom gabu. O beson me mujtë kisha hi në qato momente, mrenda mi thonë, kur gjus ke gabu, se tha 70%, kom qenë vetë vetë janë disa 30%. Unë s'ko mujtë me patje heq. Arsyja mendoj që aj gjithmonë, sa ku mujtë me vrejt në mimikat ftyrës, sa ku mujtë me ledzu në mes të rejshtave, bisedave ti, e kom kuptu që aj gjithmonë e ka këshur anën e jashtë me të publikut. Derisa eksplodoj ajo Instagrami, influencerave, do më thonë që aty u shliru lëndrimi edhe ishte ma vetvetja edhe e kryo një farë sigurie edhe pse ke shumë vonë, nështë asë sikur të kish pas ma herët, qatë informacion t'jashtëm, a i kish përthy edhe ma shumë. Po loj ka si ka njerë të shka heq. Ka rekomendu, në thonë gjithë shka ka kryu, po kur nuk ka dojnë për i korniza veta, kur nuk e ka u kontrolën.
do më thonë... Po, e përmende që edhe gjatë natës së mbrëmshme ka në darkën e finalistëve kemi pas edhe disa debate mes tashmë të njohurit Treshi për Sheshi, e që në një moment lëndrimi i tha Elionës ke qenë me një maskë gjatë gjithë kohës. Si e shë, mendon që lëndrimi drejt Elionës, mendon që është i ka hapë sytë pak vonë, nështë me e pa këtë pjesë, a mendon që kishë ndru dinamika nëse e kishë pas një raport tjetër me Elionën pak më herët? Po, është pak vonë, do më thonë, momentin që ai, do më thonë, e ka reflektu se gjithmonë, e ka pa shumë shoqëri, do më thonë, ka kalu shumë emocional. E kumë kuptu që ai gjithë shka, do më thonë, i ka dhonë prioritet, ta ma në formë si shoqës. Ai shumë herë ka harru që është në Big Brother. Dyqysh e ka familiarizu, edhe në farë forme i ka dhonë shumë hapsirë. Se disa e ka pezullu se një njerin që ose e ka prap lojën e vetë reflekton edhe pse për çka sot na pe përmenim lëndrimi për me fitu, pse na e kemi po personin e vërtet që e meriton me qenë që aty ku ashtë. Sepse prap se prap, me qatë sjellin e ti, ai ka ditë me qitë edhe Elionën mirë, edhe Klodin, edhe vetën. Do më thonë, qa që mirë ka ditë me bu një strategjit lojës, sa që Klodi jo, Klodi shumë herë ka kalëzu vetën që bilem Klodi shumë herë përmba, qatë shumë se mës me konë qatë format, i shkone edhe maj keqë. Nuk e di pse, po menoj, po në qatë darkën që sa mujta me për qëllë... Qështë maj keqë si person? Jo. Me këta ka kriju shumë shoqëri, po mos kish kriju me këta shoqëri, kish ditë me konë ma arrogant, ma me kriju debate, edhe pse ka kriju ko pas kohë. Po në fund gjithmonë ka zgjedh me u tërhek. Dhe më thonë e kalon që thonë atë penim pak put. A vëdin prap ka dosht me met i mirë, pse e ka menu gjithmonë anën e jashtme të Pajtosh me bisin që tha që Eliona gjatë gjithë kohë se ka shfridzu lëndrimin dhe Klodin, po specifikisht lëndrimin, sepse raportet nështë ta kanë qenë me të afër ta me lëndrimin, më pas për të kalu të labe. Eliona o afru me ta për me marë pak ma ti për vëmendje, edhe është shumë e vërtet që Eliona gjithmonë e ka lujt viktimen, edhe është shumë e kompleksume, nuk është, do me thone... Se me që është e kompleksume, Ardita? Se për shambull, dalimin kër e bëj me lëndrimin, që shë ata, që shë qodë, me qëfar energjie, që shë valzan, që shë... Ata se kom pa dy që shë atë Elionën. Si kur të kishë pasit energjinë e lëndrimit, nështë ta pa tjetër që... Jo, unë mendoj që karakteri saj është qashtoj i veçon. është shumë e ndrojtun dyqysh. është vetë e ndrojtun, po prap se prap është ku është, po të kalëzan në fund rezultati që ajo është në finale, nuk muj me thonë që... Ta janë ma të mirë të finale, po lëndrimi është... Po është tip ma ndishëm, neve na do të me fitu dikush edhe shpirt mirë, personi mirë, jo të me thonë me strategji e me thënë. A di shka muj me thonë, veç për një mosh 18-19 vjeqare sa ajo, ka eksperiencë të jetës, qa që ka mujt me jepë, ma shumë jo. Po për moshën e vetë, mjafton që është në finale dhe ka arrit halal i qofë për atë pjesë. Ka arrit të tregu drama, mu ka pëlqy lëndrimi të viktimizu për mes sanëv tjera, për nanën e vetë, për motrën e vetë, ka mujtë mës me tregu atë histori nëse s'kish disht. Jo, është edhe ajo një pjesë që e përket asaj. Dhe me herët para futjes së Big Brother, që pashmangshëm kishte me u përdorë brenda në Ama, unë menoj që ma te për njerës dhe kanë... Nuk është ajo që e ka përmend shumë, sa që ja kam përmend, dhe më thonë vetë banor, edhe e ka përmend, po nuk është që qatë shumë ajo e ka faktorizu. Për shkak që asoj ma shumë. Po du me undaj të klabi, edhe me pyet labin për lojën e Elionës edhe Elionën si personazh brenda shtëpisë Big Brother VIP Kosova 4, me qenë se e kemi pa që edhe në për studio televizive, po edhe në rrjetet e tua sociale ke qenë kogja kritik për lojën e saj. Na trego pak një mendim për të edhe pse ke qenë kritik gjatë gjithë kohës ndaj Elionës. Fillimisht kam qenë kritik edhe ndaj hyrjes së saj në Big Brother për shkak të moshës së saj të re, që edhe pse është 18 vjeç tash i ka vënë 19, akoma konsideroj që nuk është mjaftueshëm e pjekon atë sikur të futej edhe një lojtare 18 vjeçe që është rritë në kushte normale, prap nuk ishtë duk herët, e lëre më Eliona me gjithë problemet që i ka pas, të cilat edhe i ka rëfy edhe i ka tregu, që besoj që akoma ka nevoj me u trajtu shëndeti saj mendore, pas taj me marrë një hapi t'il. Gjithashtu nuk mendoj që në finalen e ka rritë me ndonjë strategji të madhe të lojës, edhe unë besoj si zonja në studio që
shqiptarët më shumë të kanë dashur për shkak të historisë së saj të familjes. Vetëm në atë formë ka fitu zemrat e njerëzve, sepse në Kosovë dhe Mishni, shqiptarët i dojnë shumë njerëzit që viktimizohen. Eliona këtë histori nuk e ka sjell në Big Brother, e ka thonë edhe ma herët. Sa të që ka pas, po me të njëjtën histori ka ngjallë edhe shumë dyshime në fakt, për shkak që i ka dhënë 2-3 versione, që ka kalon me dyshu publikun se cila ku qëndron e vërteta, për shembull tek rasti i marrjes nga familja gjermane. Gjithashtu loja e saj me Klodin më ka dukt ekstremisht e sforcume dhe nuk njerëzit e dojnë është fakt, mu loja saj nuk ka pëlqyer as pak edhe kjo është fakt. Me sa e kuptova, preferencën për fitore e keni të tretë njëjtë, se të tretë tha që lëndrimi. Po du me ja u bu një pyetje kështu ndoshta në përgjithësi për 5 finalistët, nëse nuk e fitojnë. Çka mendoni që do t'i penalizoj për ta mos e fituar ligjen e Big Brother, pra finalen e madhe të Big Brother? Çka ndoshta prej lojës tyre do t'i penalizoj për ta mos e fituar? Po e nisim me ty Labi për vazhduar pas diskutimin në studio. Doni nuk po dëgjohesh mirë që sa i radhe. Nëse më le të fillojnë ato, ma ne e përgjigjon, se nuk e dëgjova mirë. Po, patjetër. Çka mendon Besa që do t'i kishte penalizuar për të mos e fituar finalistët, me gjithë the preferenca jote që është lëndrimi? Nuk besoj që ka me penalizu. Paka shumë Ludo e ka një jetë vetën, një karrierë të vetën, që nuk e pezullan, po veç e vazhdon që atë karrierë nështë edhe ata fitusion, ashtu kështu janë pesha fituse. Hygerta edhe ajo është një bagazh tjetës që e ka të ndërtum ka gjamati, edhe një karrierë, ajo veç ta vënë po pres me dalë, edhe me vazhdu jetën tem, qysh e ka vazhdu, do më thonë, me emisione, me gjitha, do më thonë, nuk ka në i pezullim, nuk ka veç ka i ka forcu, edhe veç e vazhdoj ma mirë. Tash, atynve është një fatimi që shumë dyrë ju hapën, nuk është në i pezullim, sepse kemi pas edhe Big Brother të tjerë, dhe kuptohë që kanë kriju një karrierë të mirë dhe kanë vazhdu me suksese. Pavarësisht se të disa ndikon shumë keq, për shembull, kemi edhe rastet për shembull që Alba fatkeqësisht dul një farë forme që është dalë shumë me kritikat ndaja, po prap se prap, dhe më thonë ajo po funksionon. E lemo një peshe që është në finale. Menoj që nuk i pezullon, jeta aty në veç ka me qenë për para, plus Klodi që është një njeri evropian edhe e ka atë karrierën e modelizmit plus jashtë vendit t'i ki shumë ma shumë përparësi edhe unë menoj që e penalizon profilet ndryshme tjetës. Ludon e penalizon që nuk është qaq pa komplekse sa lëndrimi, me pa qenë pak ma i lirë, me valzu, apo kupton, me konë ma original, që ajo i penalizon. Hygertën e penalizon që është desht ma shumë debate me kriju, që ajo veç. Për ndryshe si femër, tamën është zoj edhe është shembull i femrave, këtu që e përgëzoj, që është finale, po, do me thonë është dasht pak ma shumë debate me bo, tjetër Klodin. Klodin, që ka e penalizon, valla i diskam. A ndështë këto pëlqimet e vajzave brenda të cilat i kanë pas drejt Klodit edhe që ka hezitu ndështë me shku një hap me tutje me to, me ndën që kja... Ndështë edhe që kja, po. Jo, valla hiç nuk e penalizon, se si del, Klodi kam i pas qikat ren. Po menoj që si... A me ndën që do të ndodhë diçka me Benitën? Po, se janë preferenca shumë... Me Benitën, konkretisht. Po, me Benitën jo, ajo ka qenë gjithë shkalloj. Ti pa i përqenë Benitës, ajo ka të regu që unë jam e shtrajt, që jam bajnë të tjerët, kështu që nuk mendoj që është tipi i saj po mendoj që nuk ja del Klodi me Klodi është ma ndryshe. Benita ka tregu që ka një jetë luksi edhe që mundohet që gjithmonë ta menaxhoj vetë, kështu që ti lëm pak anash këto ndoshta polemika që janë krijuar aty brenda kësaj situate. Labi mendon që jemi krejt në fund të bisedës, shkurtimisht më na tregu. Mendon që kanë me ditë me shfrytzuar ndoshta këtë famë të madhe të cilën po e marrin banorët e Big Brother VIP 4, marr parasysh faktin që shumë pak prej banorëve të edicioneve të kaluara kanë ditë me majt konsistencën e famës që e kanë marrë nga Big Brother?
Mendoj që këto është pak në pyetje edhe fati, sepse Big Brother është të vërtet që të jep një lloj fame dhe reputacioni, por nëse nuk e ki ullin në ball, është probleme e menaxhu. Domethënë që ato s'ta jep. Shumë e Kështu vërtet. që mendoj që Hygertës do t'i përkthejë në sukses, për shkak që i është rikthyer vëmendja. Kena me pas shumë sanit mira prej tina dhe ka me majtë. Në rastin më të kesh lëndrimi nëse nuk ka e fiton, besoj që ka me pas një Prap, karrierë shumë të bukur. Jo, unë kam bindjet plot për lëndrimin që i hapër shumë dyrë. Mas parti ajo e ka edhe te muzika fokusimin. Edhe e këndon mirë. Është person që edhe mediatik, menoj që mundet shumë me shku për para, për ta është, dhe më thonë, veç fillimi. Dhe më thonë, ajë veç ka fillu, po do ta kuptoj me kalimin e kohës edhe viteve që lëndrimi do të arritë shumë jetë. Shpresojmë që e fiton. Së është më i miri, njerës, votone, lëndrimi. Okej. Unë e me zi po pres me dalë, edhe me mu përbalu me ta, edhe me qenë përbaltën dhe e di që a ju kësha thonë mandej. Inshallah veç e si me kom tokë. Labi, dëshirat e juaja a i treguat se kush do ta dëni ta fitoj këtë edicion të Big Brotherit, për krejt fond shkurtimisht, me qenë se jeni përcjallës të rregull të këtij formati, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, e dini pak a shumë qyshet se curia e lojës, kush mendoni realisht nëse e gjykojnë ftoftë se do ta fitoj këtë edicion? Në Kosovë apo në Shqipëri? Në Kosovë. Për Shqipëri kemi me pas rastin me folje dhe ma gjatë. Unë besoj, unë do doja shumë lëndrimi, por mendoj që është rrodha me fitu një grua, dhe në mes të Hygertës dhe Elionës, besoj që Hygerta. Mendon që fiton Hygerta? Edhe unë mendoj që Hygerta, nëse janë dy femra, lëndrimi pa tjetër, po më besoj që lëndrimi fiton s'ka rëndësi rrodha një femrës apo një mashkullit, po kush ka merita ma shumë? Po, a me ndonë me e kuptove që më pra më dark i thanë Bukurosha e fjetër, qësh me fitu? Jo, Bukurosha e fjetër ja ka qitë emrin Benita prej natit, që shë kom cikën ma herët, kur edhe prasta mujtë me mri rushin, një Bukurosha e fjetër qësh me fitu, veç kalzëm qësh me fitu? Zemër, a do të me bo debate me thy tavolina për mu bo Jo, pëse lëndrimi ka thy tavolina? Jo, Benita ka thy tavolina, jo pequn Bukurosha e fjetër. Jo, po m'vjen kesh, po unë po kalzëm për pjesën e kush e meriton fitore. Hyger nuk është e fjetër, për Në fakt, këto le të kënaqen që kanë arrit atë, sepse kjo peshe nuk ish me qenë këto nëse kishin ndalë lojtarët e tjerë me vetë dëshim nga loja. Okej. Sepse besoj që finale ma shumë Alba nuk e ka merituar anaj kush me qenë atë sonte. Jemi shumë keq me kohën, po ju premtoj që kemi me bua dhe një post Big Brother debat këto, edhe Lab po të bëj kërkesë publike me qenë në studio bashkë me Arditën edhe me Besën gjatë javës tjetër edhe me diskutu ndështë edhe dinamikën e fundit të natës finale. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Faleminderit shumë Besa, faleminderit Ardita. Faleminderit shumë, me ju pasive në studio dhe me diskutu me Buksi debate. Me kryo dhe një farë big 7 mëngjesit. Faleminderit shumë që keni qenë të kaqme për opinionet e juja gjithmonë kur ju kemi ftu. E vlerësojmë shumë jashtëzakonisht. Të 7 mëngjesit. Faleminderit.